Lubia nuk i tha vetëm Preçit që unë heq rrobat e gruas edhe vishem si burr. Në fakt e a tha dhe Rams, palloshit gjatë, në zyrë, në prani të dy dëshmitarëve. Eksakt. Nuk jam qurraveci i bashkisë, tha unë. Po, ndaj dhe filloi në mënyrë të rrufeshme izolimi i saj digital, u fshin me shpejtësi të madhe, miliona klikime, share, angazhime, poste e të tjerë. U bë një ekzekutim digital i lubis, sa që në rrafshin digital ajo s'quhet më lubi, po quhet Rahmetlie. Rahmetlie Balluku. Po, ju garantoj sa asgjë nuk e ndalon këtë proces. Por, për çdo opozitar, duhet të jetë shumë e qartë se Edi Rama është strumullari, është shtylla, është kolona e të gjitha këtyre vjedhjeve. Unë nuk them se çdo vjedhje është bërë nëpërmjet tij ose prej atij. Jo, po ka i gjë. Po u korruptua kryeministri, vjedhja bëhet masive. Po të kalojmë nga tuneli Llogaras 50 milion tek aeroporti Vlorës 140 milion. Po, 140 milion është garancia sovrane e biletave të munguara për 10 vite që i ka dhënë Rama vetes vetë. Të merë, do më thënë amë. Dhe aeroportin, koncesionari do të shfryzoj për 35 vite, do të ketë një fitim 700 milion euro. Po këtu aferat mbysin aferat, gjën më të qartë, e thoshte një gazetar, në një bisedë konfidenciale, Rama nuk mund të hetohet. Nuk ka shanse. Pra, këto kisha unë për të premten e zezë. Ndërkohë, antarët tanë, mbështetësit tanë, me të drejtë, absolutisht me të drejtë, e konsiderojnë vonimin, analizën që ne fillojmë të vonur. Të kuptohemi, narkoshteti është në shkërmoqje, po vetë nuk bie kur, po nuk e përmbysëm ne. Ai shkon vite dekada. Për këtë nuk do të kemi asnjë iluzion. Por përmbysin, për të përmbytur narkoshtetin, për të përmbysur, atë realizojnë njerëzit guximtar, njerëzit që kanë shpresë. Njerëzit e dëshpëruar flasin me vete. Janë njerëz shumë të mirë.
por ata kanë humbur në ordin e jetës tyre të përditshme. Njerëz të dëshpëruar. Vetëm njerëzit me shpresë janë ata që luftojnë për idealet e tyre, janë ata që luftojnë për misionin e tyre. Në këtë kontekst, Partia Demokratike e ka jetike një analizë të ndershme, të gjithanshme, të sinqertë, të hapur, demokratike. Dua që në fillim të qartësoj çdo demokrat se kjo analizë është shty vetëm për një arsye. Është pritur raporti përfundimtar i OSB Odirit. Është pritur ky raport sepse në çdo debati yni mund të përdorej nga pala kundërshtare për të ndikuar tek raporti. Shejat i kishim të dhanat i kishim të sigurta. Edi Rama ka kërcënuar direkt vetë personalitetet të vëzhgimit të zgjedhjeve. Igli Hasani, për të firmosur me turp vetën e tij, për të mbyllur me turp karrierën si ministër i jashtëm, detyrohet nga Edi Rama 2 orë pasi publikohet raporti paraprak t'i bëj letër misionit vëzhguesve dhe e gjitha kjo ishte që ju, në nënkuptimi, ju keni shpifur se ato që keni shkruar nuk i dokumentoni dot. Ato që keni shkruar nuk i dokumentoni dot. Dhe kjo përpjekje ka vazhduar në nivelet më të larta me intensitetin më të madh. Ndaj dhe ne zgjodhem si taktik në të drejtë spostim në analizës së brendshme dhe paraqitjen e përditshme të fakteve, dokumentave që dëshmonin se ato që ishin shkruar në raportin paraprak kishin mbështetje të fuqishme në fakte dhe të vërteta. Se ata raport paraprak i shkruajnë në të gjitha, aty jemi realist, për ata që kanë atë njohuritë e doktrinës të drejtës elektorale, ata i shkruajnë të gjëra. Dhe ne paraqitem këtu para shqiptarëve çdo ditë fakte, dokumenta, prova për ato që raporti i kishte evidentuar. Ne disponojmë mbi 2000 fakte, prova të dhunimit të zgjedhjeve. Një punë kjo kolosale dhe nuk mund të them se sa i kemi komunikuar online, këto si kemi majtë për vetë, jo kemi quajtur të gjitha institucioneve, nuk them unë se sa kam ndikuar, sa s'kam ndikuar, por them që Edi Rama dështoi totalisht në ndryshimin qoftë edhe të një germe të atij raporti. Dhe kjo është një meritën më të madhe të atyre vëzhguesve, njerëz me dinjitet, njerëz me integritet, besnik të vlerave në të cilat besojnë, që në raportin prej 26-27 faqe sa kanë, ja rrjeshtojnë në faqe dhe në futnota që të gjitha faktorët me të cilën ata e shtruan
i shtruan proces elektoral në farsë elektorale. Kështu që në këtë analizë që bëjmë, ne u paraqesim antarësisë sonë një përmbledhje të shkurtër, sigurisht se gjatë, e ka cili doj ta lexojë ta gjejë, të gjitha këtyre gjetjeve dhe krahas tyre, rezolutat ndërkombëtare të organizatave më të fuqishme të qendrës djathtë në Europë dhe në botë. Ajo që është specifik dhe unë e vlerësoj shumë, sepse midis rezolutave partjake dhe raportit përfundimtar të Sobe Odirit, ngjashmëria është pothuajse e plot. Se mund të thot kush që këto rezoluta janë partjake, linjë partjake, por nuk thot do të kush kur se 300 vëzhgues me kryetar, me kryesim të përfaqësues të Këshillit të Europës, të Asamblesë Parlamentare, Parlamentit Evropian dhe Asamblesë Parlamentare të OSBE-s, kanë linja partjake. Në këtë kuadër, raporti thekson se në vitin elektoral u arrestuan 3 liderët e partive kryesore opozitare. Atë që theksojnë rezolutat. Raporti thekson se në shqyrtimin e krimit elektoral, skapi partis ishte indiferent. Nuk i shqyrtoi. Çka përbën një damkë madhore. Në qëndrimin ndaj lirisë së votës, por në qëndrimin ndaj themelit demokracisë, themelit të vlerave.